Kosova vijon të jetë tregu kryesor i turistëve që vizitojnë Shqipërinë. Në 6 muajt e parë të vitit, rreth 2.2 milion qytetarë të Kosovës hynë në Shqipëri, duke përpër një pjesë të konsiderueshëm të rreth 5 milion vizitorëve të huaj të regjistruar në këtë periudhë. Pas Kosovës, në renditjen e vendeve nga vinë më shumë turistë në Shqipëri janë Italia me mbi 430.000 vizitorë, Malizi, Maqedonia Veriut, Greqia dhe Gjermania. Të dhënat tregojnë se Shqipëria po e zgjeron gjithnjë më shumë hartën e saj turistike, me vizitorë nga 152 vende të botës. Megjithatë, jo të gjitha tregjet kanë patur të njëjtën prani. Gjatë periudhës janar-qershor nuk është regjistruar asnjë turist nga Kongo, Eritrea, Monaco, Guajana, Bahamas dhe Belize. Të dhënat e Instat për muajin qershor tregojnë gjithashtu një rritje të ndjeshme të aktivitetit në strukturat akomoduese. Numri vizitorëve të akomoduar në Shqipëri u rrit me 17% krahasuar me të njëjtën periudhë vitit kaluar. Vizitorët rezident u rritën me 7%, ndërsa ato jo rezident me 20.6%. Edhe në qëndrimet kanë shënuar rritje. Në total ato u shtuan me 9.8%, ndërsa në qëndrimet e vizitorëve rezident 11.8%. Dhe ato jo rezident 9.2. Sa i përket origjinës së vizitorëve të huaj të akomoduar gjatë qershorit, Kosova përbën 15%, Italia 14% dhe Polonia 13%. Vizitorët nga Franca dhe Gjermania 7%, ndërsa 44% vijnë nga vende të tjera. Rritja është reflektuar edhe në shfrytëzimin e hoteleve. Norma e shfrytëzimit të dhomave në qershor arriti në 41.3% nga 39.5% që ishte në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Sipas rajoneve, Veriu regjistroi 38.082 vizitorë rezident dhe 123.261 jo rezident. Në rajonin qendror u regjistruan 37.976 rezident dhe 181.180 jo rezident, ndërsa në jug 64.704 rezident dhe 141.405 jo rezident. Zonat bregdetare vijojnë të mbajnë peshën kryesore të akomodimeve. Në qershor regjistruan 98.767 vizitorë rezident dhe mbi 323.000 jo rezident, ndërsa në zonat jo bregdetare ky numër varioi nga 41.995 rezident dhe 122.420 vizitorë jo rezident. Shifrat e qershorit konfirmojnë një sezon turistik në rritje për Shqipërinë, si në numrin e vizitorëve ashtu edhe në net qëndrimet dhe shfrytëzimin e strukturave akomoduese, ndërsa tregu i huaj vijon të diversifikohet nga viti në vit.